Hapësirat shqiptare kanë bukuri të veçantë. Në rrallë vend në Evropë, në një sipërfaqe kaq të vogël, gjen një pasuri të tillë në mjediset natyrore. Male me bornaja shekullore, pyje me bimësi të gjithllojshme, fusha të punuara, detra me ujëra kaltëroshe. E gjithë sipërfaqja qarkohet nga lumenj me ujëra të bollshme. Vend i bekuar nga Zoti. Një spikam e këtyre bukurive është edhe Lezhë, që ka të gërshetuar pothuaj të gjitha zonat klimatike dhe relievet natyrore. Lezhë shtrihet në veri perëndim të Shqipërisë. Relievi i saj është i gërshetuar fushor dhe kodrinoro-malor. Në jug shtrihet fusha e bregut të Matës, në perëndim laguna e Kunavës, vajinës e Kunës, që vazhdon me fushën e Kakariqit, Torovicës, dhe në veri lindje fusha e Zadrimës, që pasohet për në lindje nga malet që kanë pikën më të lartë, malin e Velës, 1172 metra mbi nivelin e detit. Bukuria dhe begatia e kësaj zone është e madhe. Temperatura mesatare vjetore është 15-8 gradë Celsius. Temperatura më e lartë është në stinën e verës 26 gradë. Rreth i Lezhës përshkohet nga Drini, që është lumi më i gjatë i Shqipërisë, i cili pasi ka thyer 3 herë qafën në Fjerz, Koman dhe Vaun e Dejës, e që është kthyer në dritë, është urtësuar dhe pothuaj ka ndruar drejtim tërësisht për në Bunë. Gjithashtu në jug të Lezhës kalon lumi i Matit, që ndan hapësirat administrative të Lezhës me rrethin e Kurbinit. Tokat e këtij rrethi janë pjellore dhe ujiten në masën 70%, çfarë ka bërë Lezhën të jetë një rreth i begat në prodhimet bujqësore dhe blegtorale. Pozicioni gjeografik e ka favorizuar Lezhën që të jetë një zonë që përshkohet nga rruga automobilistike, hekurudhore dhe detare. Lisi, Lezhë, një nga qytetet më të lashta të Shqipërisë. Është vendosur pranë detit Adriatik 3-4 kilometra dhe shtrihet në kufirin darës së fushës së Zadrimës, Torovicës, bregut të Matës dhe maleve në lindje. Si qytet i lirë me emrin Lisus, u formua në fund të shekullit të 4 para erës së re, mbi bazën e një vendbanimi proto-urban dhe ishte qendër e rëndësishme ekonomike e politike e sundimtarëve të fundit të mbretërisë ilire. Nga të dhënat arkeologjike të zbuluara deri tani, daton si qytet në vitin 385 para erës së re. Këtë qytet muret e ndanin në 3 pjesë: Akropolin, qytetin e sipërm dhe në pjesën fushore, nga rrëza e Kodrës e deri në breg të Drinit. Në kohën e Cezarit, Lisi shndrohet në një qytet të zhvilluar. Luajti rol të rëndësishëm në luftën midis Pompeut dhe Cezarit, sidomos skela e tij, Nimfeu, Shëngjini. Deri në vitin 1398 ishte në sundimin e dukagjinësve. Lezhë mban mbi supet e saj ngjarje kulmore për popullin shqiptar, si ku vendi i parë i Lezhës, që u quajt Lidhja e Lezhës, e që u mbajt më 2 mars 1444 në ndrejtimin e Skënderbeut, e cila bëri të mundur lidhjen e principatave shqiptare në luftë me armiqt që kërcënonin tokat e atë dheut. Po kështu, më 17 janar 1468, pushoi së rahuri zemra e kryetrimit Gjergj Kastriotit Skënderbeu dhe po këtu u varros në katedralen e Shënkollit, të cilën pushtuesit Osman më vonë e kthye në xhami. Lezhë, me rrethinat që ka, është një vend i pëlqyeshëm për kalimin e pushimeve gjatë sinës së verës në plazhet e bukura. Ajo ka një vijë bregdetare prej 25 kilometra me plazhin e Shëngjinit, Kunës, e që vazhdon gjerë në derdhjen e lumit të Matit. Begatia e natyrës është e madhe në këto mjedise. Natyra ka falur pamje dhe larmi bimësie dhe botë bimore si në rrallë trevë të Shqipërisë. Ishull Lezhë në mesjet quhej Ishulli i Madh i Medës.
Ishull Lezhë dallohet për pasuritë dhe shumëllojshmërinë e faunës, sidomos të shpendëve ujor, dhe prandaj është shpallur rezervat kombëtar dhe monument natyre. Kjo hapësirë është një tokë ranore e krijuar nga prurjet e ngurta të Drinit dhe ka bërë që forma dhe sipërfaqja e saj të ndryshojnë vazhdimisht. Sipërfaqja e Kunës është 125 hektar dhe më shumë se gjysma e saj zihet nga një kënet e cekët, pak e njelmët, e mbushur me kallama, zhuke e bim të tjera ujdashse. Shpendët më të përhapur janë rosat, patat, karabullakët, pulat dhe gjelat e ujit, grillat, kaliket e tjera. Gjenden me shumicë trishtilet, mëllenjat, bilbilat, qukapikët, grifshat e detit e tjera. Këto kushte e kanë bërë Ishull Lezhën një vend të pëlqyeshëm për gjuhë e tij në të gjitha stinët. Këtu ndodhet edhe hoteli i gjuetisë, i ndërtuar para gjysmë shekulli, mjediset e cilët janë sa çlodhëse aq edhe funksionale. Për të përmendur është gatimi i fazanit, i ngjallave e në veçanti i levrekut, duke e pjekur atë sipas traditës së lashtë ilire. Midis bimësisë dallohen marinat, nga drurët e lartë rriten verrezi, vidhi, frashëri, shelgu i bardhë, pisha e tjera. Grykderdhja e dy lumejve në këtë zonë, si dhe hapësira detare, kanë krijuar kushte të përshtatshme për rritjen e mbarshtrimin e peshqve. Peshkimi vazhdon pothuajse gjatë gjithë vitit dhe bëhet me dajlane, me vallkoj, rakça, në bregdet e gjole me paranca e grepa. Si në qytetin e Lezhës dhe të Shëngjinit, ashtu edhe në vendet piktoreske të këtij rrethi, vitet e fundit janë ngritur shumë objekte të bukura me të gjitha pajisjet e nevojshme. Në ndërtimin dhe pajisjen e tyre është gërshetuar bashkëkohorja me traditën, çfarë i ka bërë tepër tërheqëse dhe utilitare këto njësi të reja.
Numri i turistëve vendas dhe të huaj ka një rritje të ndjeshme kohët e fundit. Në këto lokale gatimi është i mrekullueshëm, i shumëllojshëm dhe që i përgjigjet standardit të kërkesave të klientëve. Ndër pijet karakteristike është rakia e në veçanti vera e kuqe Kalmet, e përmendur që në Lështësi. Vetë emri i saj është i lidhur me fshatin Kalmet të këtij rrethi. Kjo verë, për cilësitë e saj, ka fituar shumë herë në konkurset ndërkombëtare që në shekullin e kaluar. Sa po kalon orën e drinit për në rrugën e Shëngjinit, mbi një kodrin është ndërtuar kisha e Domlleshit, që me emrin e saj lidhen shumë ngjarje e figura të shquara të kombit ton. Pikrisht në mjediset e saj, Gjergj Fishta shkroi një pjesë të lahutës së Malësisë. Rreth 8 kilometra larg qytetit të Lezhës shtrihet Shëngjini, si port i lashtë i lirë, i njohur me emrin Nifeum. Në shekullin e 14 pati një lullëzim të madh dhe u kthye në një nyje të rëndësishme transporti, e njohur si Skela e Medës, pastaj është shpopulluar. Është banuar në shekullin e 18-19 nga malësor të ardhur nga mbi Shkodra, Reçi, Kelmendi, Shkreli e tjera. Sot Shëngjini është edhe një vend i përshtatshëm për pushime verore. Rëra e plazhit të tij, ujërat e pastra të detit, bukuritë natyrore tërheqin pushues të shumt. Duhet të shtojmë se në vijen që lidh qytetin e Shëngjinit me Bregdetin e Italisë, e konkretisht Monopolin, është edhe thellësia më e madhe e detit Adriatik, që shënon 1590 metra. Bregdeti i Adriatikut shqiptar në Shëngjin karakterizohet nga cektësia. Izobari i thellësisë 100 metra shtrihet në një zonë prej 20 deri 30 kilometra larg vijës bregdetare. Në det të hapur, valët arrin lartësinë 8 metra, ndërsa në cektësinë bregdetare 3,5 deri 4 metra. Ujërat e kaltra të detit, bukuritë natyrore të Lezhës, temperamenti i banorëve të saj, monumentet historike dhe natyrore janë joshse dhe ndjellëse për vizitorët e turistët në çdo stin. Duke jetuar dhe banuar në këto mjedise, i prek dhe i ndjen më mirë ato.